aleikum o gjinderuar, dua ta di dispozitën rreth agjerimit të mbetur të gratë. Do më thonë për shkak të shtatzanive të shpeshta, plus ciklive të zakonshme, nëse një grua ju tubohen rreth 2 apo 3 muaj agjerim pa plotësu. A mundet t'i krye ato veç me shpagim, apo duhet gjithsesi bën kaza, sepse disa xhallarë pranojnë vetëm shpagimin. Ju lutem na tregoni pak më shumë rreth kësaj çështje, nëse bën veç shpagimi, si dhe sa duhet ta bëjmë shpagimin. Allah ju ruaj. Aleikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sa i përket ditëve të humbura për shkak të shtatzanive edhe për shkak të gjithëdhënieve, po ka mendim të dietarëve që bën mos me kompenzuar nëse janë bërë shumë, por me shpagu. Edhe pse unë mendoj të mendimi tjetër që duhet me zonë për shkak se viti ka ditë shumë, viti tani vinë plot ato nuk nolen, por është e vërtetë, është e saktë që pjesë e madhe dietarëve edhe nuk është që kanë pak argumente, kanë argumente të shumta dhe të bollshme që nëse ditët kanë humbur për shkak të shtatzanive dhe për shkak të gjithëdhënieve, se nuk është shtatzania, ka drejt me kompenzu. Nëse realisht nëse një gru lind çdo vjet, është shumë e vështirë 10 vjet ka mësimi i mit 10 Ramazana komplet. Se ja ka qenë shtatzan, jo gjithëdhënie edhe kanë hik. Tash 10 Ramazan është vështirë me agjeru, kjo është e saktë. Atëre, për këto lejohet me i kompenzu, me pagesë. Dhe kompenzimi me pagesë është me për çdo ditë të humbur fidyetun ta'amu miskin, me ushqyer një fukara. Më thënë, i përmbledh krejt që ato ditë çka janë, nëse janë 30, 60, 100, ju jep ushqim 100 fukarave prej mesatarës së ushqimeve që hahen në vendin ku ajo jeton. Kurse sa i përket ditëve që kanë met për shkak të përmujshmeve, ciklit menstrual, ja, ato nuk paguhen, ato duhet me kompenzu. Thonë çdo ditë e mbetur për shkak të ciklit menstrual duhet me kompenzu. Janë bërë shumë, ne të bëjmë sa dojnë. Për shkak se nuk ka një lehtësim për këtë lloj mbetje, se edhe kjo mbetje qetë janë pak ditë. Domethënë mundet me 7 ditë, 10 ditë, mas shumë që kanë folë dietarë që janë 15 ditë dhe ato mrena 330 ditë mundet me kompenzu njëri dhe nuk është problem. Atëherë themi se kunado që kanë me ditë për shkak të shtatzanive dhe gjithëdhënieve, lejohet që me kompenzu dhe mënyra kompenzimit është për çdo ditë një ushqim në fukaraje. Ditët të cilat kanë met për shkak të ciklive menstruale duhet me kompenzuar ditë për ditë, edhe nëse ka kalu viti, s'ka problem, apet metet burgji, edhe nëse më 10 vjet që kanë kaluar ato ditë, apet duhet me agjerue, vallahu a'lem.